Promovimi i arsimit dhe formimit të profesional si rruga më e sigurt të integrimit të rinjve në tregun e punës vijon të mbetet një nga prioritetet e qeverisë, i konkretizuar kjo edhe me përmirësimin e standardeve në shkollën profesionale të Kukësit. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit të Klevis Hysa shprehet se po synohet edhe formimi profesional afat të shkurtër. Këtë është shumë i rëndësishëm procesi i edukimit dhe aftësimit dhe do doja të riflektoja prapë iniciativën e re, e cila ka qenë një kërkesë e vazhduar nga kryetari i bashkisë që mbështetja e qeverisë shqiptare ishte pa përfshirë në buxhetin shtetit për të krijuar një shkollë të re profesionale në Kukës, e cila do të mbarojë shumë shpejt dhe po ashtu përposh shkollës profesionale, e cila shkolla mes profesionale do ofrojë dhe mundësi formimi afat shkurtra. Kohë më parë mes Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit dhe Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi me synim mbështetjen e institucioneve të arsimit dhe formimit të profesional në nivel lokal dhe krijimin e urave lice ndërmjet nxënësve, institucioneve dhe bizneseve lokale. Këtij qëllimi i shërbeu edhe një panajër pune i organizuar ditë më parë në Kukës.